Jemi në tempora. Do t'ishte sistemi atuja kryesore, thot Endri Shabani, për opozitën shqiptare. Vehap Kola thot se çdo zë i cili në këtë moment anatemon opozitën i jep frymarrje sistemit aktual ekzistus. Fillimisht Krista apo ta filloj Flori? Flori, diaspora. Faleminderit. Tani ne kemi pas në 2 javë që jemi krijuar, 2 javë gjysmë, kemi pas rreth 4 konferenca me mbi 200 njerëz intelektual nga gjithë bota, njëra që me Zvicrën, tjetra me Gjermaninë, tjetra ndëreuropiane dhe tjetra Amerika-Kanada. Dhe një gjë që kemi vënë re është pikërisht ky lloj diskutimi që u bë këtu, më vjen keq Djema, Endri t'njoh, Vehap t'njoh, ju mbështes të dyve, por ky nivel, më duhet ta them, jam këtë tavolinë, ky nivel ballafaqimi, anadollake apo kështu, për mua është, jo, më fal. Kjo shkon në një thelb të përfaqësimit të shqiptarëve. Ka një thelb që nëse shqiptari nuk është nga Tirana dhe mundësisht nga bloku, për mendimin tim në sytë ton, është i nënvlerësuar. Kjo, unë këtë nuk mund ta pranoj. Tri këtu e mos them një fjalë. Po gjete se sa kuptova këtë pjesë. Janë Adollak, Haxhi Qamil, mu këto më duhen shprehje. Jo, tutem, jo, do mlesh më flas se folët gjatë. Një sekondë tash se u të merr mund tani që ti e kushuliri këtij, ke lind atje, po ky ishte diskutimi. Jo, mos fillo fare me ato se nuk do binte nivel. Po jo, po them ky ishte argumenti pra, qëndroi drejt në këtë pikë, se nuk po them, ne si diasporë, ç'a shohim, ç'a ndjekim është dëshira që ne jemi të papërfaqësuar dhe ky nivel është shumë i dobët, ky nivel. Okej? Këtë e them dhe i qëndroj. Ky nivel është shumë i dobët. Të lutem, më fal. Tani, diçka tjetër që është e rëndësishme. E fillove me transparencë. Okej? Transparenca është gjëja e parë që do bëja. Jam një nga mbështetësit kryesor të nismës Surje në shumë hape që keni marrë. Transparencën ju këshilloj ta bëni fort, sepse heq shumë pikë nëse transparenca nuk bëhet ashtu siç duhet në hapat fillestare. I ndjeri i madh thoshte llogari e pastër, misi e gjatë. Këtë ta jap si këshill miqësore që duhet bërë edhe para të turit nëpër Shqipëri. Ju kam thënë miqësisht, duhet një transparencë për të gjithë, u bë një GoFundMe, shumë mirë. Ku shkuan? Keni fut para nga xhepi, më shumë ju arrit vlerat. Ju lutem, këtë do ishte mirë ta bëni për ju. Tani, të lutem. Jo më po merr kohën, siç morën kohën e dëgjuan. Po, Flori. Po, tani, pra, ky lloj debati nga 2 djem të ri, të mirë shkolluar, kaloj shpejt në këtë nivel, personalisht më vjen keq dhe do mundohemi ta bëjmë ndryshe. Do mundohemi ta bëjmë ndryshe. Pra, dhe diçka që është shumë e rëndësishme. Këtu është krijuar 2 gjëra, një utopi që një lëvizje mund të jetë apartiake dhe mund të quhet direkt spin-off i qeverisë apo tirisi vlerat. Pse duhet të jetë kjo? Ne kemi shembull në botë, në Berlin është partia e piratëve që quhet. Në Itali është 5 Stelle që u futën pa qenë partiak dhe u fokusuan tek çështjet për të ndihmuar për të mirë të popullit dhe ja ku janë aty, janë përfaqësues popullit. Pra, nuk besoj që duhet të jesh me PD-n apo me PSO-n që të jesh i besueshëm. Kjo dhe më vjen keq për propagandën që ekziston në masë me çdo që flas. Unë e fokusoj luftën time që kur kam filluar të flas kundra qeverisë, personalisht kundra kryeministit Rama, që çdo gjë mundohet ta personalizoj. Na shpëtoi nga tërmeti, nga pandemia, nga kjo. Ndërkohë që shteti është i rënuar në borxhe etj, që njerëzit nuk kuptojnë që janë borxhe që i pagojmë ne me taksat tona. Kjo e para. Dhe është një propagandë që me çdo që flas thotë, po pse i bie Ramës nuk i bie opozitës? Mua kjo më vret. Sepse ai ka 7 vjet që është në qeveri dhe ne po e shohim si po qeveriset. Emigracioni, pra ne diaspora që po bëhemi faktor tani, po rritemi në masë. Dhe i duhet rënë, pra si bie do të gëmarit, i bie Samarit, por Endri ka drejtë ajo që edhe unë ja kam thënë Zotit Bashkë këtu direkt, që zotri, çoni një aksion nga këto që janë premtuar me propozitet, ju lutem deri në fund, sepse populli ka nevojë për një opozitë fort. Opozita prap janë dakord me Endrin, nuk merr në një kartë që jemi opozitën dhe të lejohet bësh opozitë, opozitë është të ngresh zërin, dhe ky është qëllimi jon si diasporë, të unifikojmë të kërkesat dhe ne të jemi opozitë me çdo qeveri që aktron në të keqet popullit, duke futur edhe përfaqësuesit tanë, sepse para 100 viteve Fanoli ka qenë deputeti i parë i opozitë i diasporës dhe sot nuk ka. Dhe e dyta, të unifikojmë këto dhe të jemi mbështetës të çdo nisme. Pra, e shoft arsysh me listat e hapura, ne do të mbështesim hapur. Do të çojmë një peticion që kjo na duket për momentin, kjo na duket më e mirë, do t'i mbështesim, por duhet të jetë pak ajo e të parit interesit, nuk e di, ndoshta është utopike, po mos ndoshta utopike ose idealike, të mbrosh interesin për atë që ti e shef të arsyeshme. Them dhe një shembull ndoshta banal, po i madh që unë kam idhur. Ka pas shumë stadium dhe kur bënte gol Partizani, bërtiste se ishte gol i bukur. Kur bënte gol Tirana, bërtiste i thonë me këje, ore jam me të mirën e vendit, jam me të bukurën. Çka ka kjo për të qenë utopike? Ta them sinqerisht. Është pyetje që ja bëjnë njerëzit. Militantët janë për tifoz. Çfarë ka kjo për të qenë utopike? Pse duhet të bëjmë janë? Sepse e kanë ndarë shoqërinë, e kanë polarizuar në mënyrë të dukshme. Prit, kam të... Po, ke përgjigjet për Florën. Okej, patjetër. E para,
Më vjen shumë mirë që Florit i bën përshtypje kjo. Kemi sinqert nuk isha përgatitur për këtë lloj niveli, por më duket se unë nuk bëra CV në askujt. Dhe sulmi ishte menjëherë sulmi CV siç bën establishmenti i vjetër, e bën vetë, e bën përmes aktorëve të tjerë. Më vjen shumë keq që mu desh të bëja CV-n time. Pjesa e Axhi Qamil ta sqarojon që nuk ishte bërfyrse, ka të bëjë me njerëzit të cilët nuk duan ndryshim. Pra janë më familjar me atë që është aty, pra siç ishte Axhi Qamili që thoshte trim me babën, sepse ishte lidhur me atë dhe nuk donte pavarësinë, nuk donte flamurin e ri, nuk donte që njerëzit kishin në dorë lirinë e vet. Dakor? Kjo ishte thelbi. Nëse kjo është përfyrje, atëherë kërkoj ndjes se nuk e kisha qëllim përfyrje, e kisha qëllim për treguar që gjithmonë në shoqëri ka përplasje. Siç kishte në atë kohë linësit që donin pavarësi, kishte edhe tjerë që donin ta mbanin peng. Tani, lidhe me transparencën, vjen keq që edhe kjo është një temë që duhet ta diskutojmë këtu. E kemi diskutuar bashkë këtë pjesë. Turi që kemi bërë në gjithë Shqipërinë nuk ka mbaruar për shkak sepse hyrën mes pandemia. Takimi i Kuksit, i cili ishte njoftuar për të bërë në mars, është shtyrë për pandeminë dhe nuk na lejojnë që të bëjmë aktivitet. Në fund të kësaj, një sekondë Flori. Të gjithë ata që kanë dhuruar, përfshi dhe Florin, janë online, mund të shikosh se sa kanë dhuruar, dhe në fund të takimit fundit, që është takimi i Kuksit, do keni një përmbledhje, të gjitha janë gati që tash përveç takimit Kuksit, por mbaroi takimi i Kuksit do kesh dhe atëherë të kërkoj që ta bësh dhe publike, një listë me të gjitha shpenzimet totale siç janë mbledhur dhe janë bërë. Gjithsesi faleminderit që e solle si çështje. Në lidhje me pjesën tjetër, pra ankesat ndaj Ramës dhe ndaj Bashës, un kam qenë këtu në studio, ju e mbani mend, 99% kohës ne flasim për Ramën. Pse? Sepse ai është e keqja madhore, imediate, urgjente e këtij vendi. Kjo është çështja. Të vetëm ankesa që kemi ndaj Bashës është që nuk i bën më shumë opozit Ramës. Endri, për të kaluar në fund ke Erioni, vetëm diçka, të paktën nga ajo që unë analizova nga deklaratat. Pra në momentin që Gjiknuri, që është një antar i Këshillit Politik, thotë që ne nuk jemi për listat hapura. LSI-ja ka pasur përfaqësuesin e saj zoti Beatrit Vasili dhe thotë në momentin që majoranca do të ishte gati për listat e hapura, ne jemi dakord. Në momentin që ata do të ishin dakord, ti nuk mendon që një kundërshti që mund të bënte vetë opozita do të ishte një faturim i tmerrshëm, aq më tepër që qendrimi ndërkombëtarëve, le të themi, nuk ishte fare pozitiv në raport me opozitën, se po bllokojnë. Ambasadë amerikane? Ambasadë amerikane ka kërkuar hapjen e listave. Nuk e kam dëgjuar këtë gjë. Zyrtarisht. Ku? Zyrtarisht. Pse nuk imponon atëherë? Pse nuk e imponon? Pse nuk e imponon ambasadë amerikane? E ka kërkuar zyrtarisht. Si s'mundet? Një sekond. Ambasadë amerikane është ambasada e cila e ka bërë të gjithë takimin në territorin e vet. I gjithë takimi për reformën, një sekond, Erioni. Diplomacia është edhe të bësh takimin për reformën zgjedhore në top amerikane. Ka qarkulluar në media mund të Diplomacia e egër. Po s'mund të zvendçoj sovranitetin. Jo, pse nuk e ka zvendçuar? Kush e ka bërë reformën në drejtësi? Reformën në drejtësi e kanë bërë 140 deputetët që kanë ngritur dorën dhe s'kanë ditë çka kanë votuar. Ata e kanë bërë? Po ata, kush e bëri? Okej. Sonila, thelbi është këtu. Nuk ka çeduar sovraniteti Shqipëria me futën e ONM-s edhe në kushtetut. Loja e Monika Kryemandit dhe Lulzim Bashës për sistemin ka qenë pa sinqert. Se tjetër gjë i kanë premtuar njerëzve në 2017-ën, tjetër gjë, ajo tjetra ka qenë grevë. Po lëre premtimin, o Endri, në dorë sot për ta ndryshuar, më fal, o Endri, sot e ka majoranca në dorë. Pra sot e ka majoranca në dorë. Dhe këta kanë pasur në dorë. Jeni shoqëri civile, keni ambasadat me vete. Si ka mundësi që nuk e keni imponuar edhe ju do të ju për të mbrojtur Bashën? Ne nuk kemi qenë në Këshill. Do ta imponojmë në Parlament ne. Po Këshillin e ka thënë pra në Këshill. Jemi të gatshëm nëse majoranca. Nuk e ka kërkuar. Po çon si ka më kur majoranca thotë jo, nuk janë për listat hapura. Çfarë fitohet? O Endri, unë e kuptoj produktin. Unë them si ndryshohet. Pra ti thua, Sonila është problem. O Sonila, do ta them me një fjali? Ma thuaj. Se unë dua të kuptoj kushtin. Vu e në vend. E kupton këtë? Si ta shpjegoj tani? Vu e në vend. E kupton tani? 3 vjet jemi aty ku ishim. Si ta them tani se do duket sikur po them broçkulla. Vu e në vend. E di ç'do të thon? Sigur jep gaz makinës të balt. Por i po aty ku je. Nuk ndryshuan gjë. Pik, tani më çfarë do diskutojmë? Çfarë kishin në dorë të bënin? Nëse s'kishin gjë të bënin në dorë, le të vinin kokën në jastëk dhe të flinin gjumë. Nëse s'kishin gjë në dorë. Atë do të thonë që flet gjumë Lulzim Basha dhe PD-ja dhe LSI-ja. Në fakt, shiko, te kjo teza, unë mbështes ndihmën që ka dhënë Basha që kjo tezë të zërë vend. Nuk më intereson opinioni juaj për atë dhe nuk do ta nuk është detyra ime ta mbroj. Por ajo që duhet ri tash do më lësh të them ja 2 fjalë edhe unë. Okej, dakor. Erioni. Nevoja për ndryshim është Erioni. Tani do ta them këtë. Unë i kam
janë bashkuar këtyre djemve këtu, me kartën 2020. Ka qenë një program shumë serios, që nuk përfshinte vetëm sistemin elektoral, po përfshinte edhe gjëra tjera, si demokracia direkte, shumë gjëra tjera. E kanë firmosur dhe unë. Po. Dhe 50.000 shqiptarë. Tani, kjo karta shkoj në parlament. Po. Dhe ku ekonomi kamerë? Ata parlamentarët tanë që marrin dieta, edhe kur s'bëjnë punë, të tregojnë qafshin me ato 50.000 firmat e shqiptarve. Tu japin llogari që kanë shkel kushtetutën. Dhe pyetjen e dytë e kam me presidentin e Republikës. Ku shkelet kushtetuta në nenet e tjera që s'të interesojnë ty? Ti ke ndonjë shqetësohesh si mbrojtës i kushtetutës? Se vetëm ti ke ngelte kushtetuta. Edhe 2-3 gjëra. Po. Sepse këtu është shkelur ligji dhe kushtetuta me 50.000 firma. Këtu s'ka lidhje fare as komisioni lartë, as komisioni i priftrinjve dhe i kudiun, që kanë shpikur këta. Këtu ka lidhje që është shkelur vullnet i 50.000 njerëzve, i cili duhet të merret në konsiderat si vullnet i sovranit. Ka që po themun, unë s'po merren fare as me Bashën, as me njeri tjetër, po merren me këtë çështje. Pra shkuar në parlament, dhe parlamenti u tall me vullnetin e njerëzve. Ka që këtë do ta themun. Tjetra. Tani, unë do t'i mbështes të gjithë, edhe Florin, edhe Endrin, edhe Veapin, të gjithë, i uroj që të gjithë që të paktën të vinë energji të reja. Nuk jam dakord me Florin që pa vetëm ato element negativ, po Flor, ne këtu nuk jemi në repartin e në dispanseri që është çdo gjë e pastër. Këtu ne ke ruajmë atë ballkanizmin akoma, kemi një lloj debati pak më të juve jeni zviceranizuar dhe ju bën përshtypje kjo, nuk ka problem për këtë. Nuk më shqetëson. Nga ky lloj debati. Po mirë, dakor. Po ne jemi pak më gjangxet edhe çështja është këtu. Unë ta shpjegova, po ti nuk e ashtu. Çështja është kur të bën pucët me balt çdo ditë, e kupton pasaj që ajo që durët baba nuk është më opcion. Tani se po detyrojmë të flas. Tani dua të them dy gjëra shumë interesante për mua. Unë besoj, si që thash në fillim, tek agjensitë e tjera, besoj tek gjërat e tjera, besoj tek mbështetjat e trashëgimia, shumë. Pra qa gjërat të mira kemi ne të trashëgimia. Besoj edhe tek pesha e fjalës, besoj jemi të qartë, unë jam me ty deri diku, po thash, na i falë, si që falim ne fajtorët tanë, besoj tek pesha e fjalës, besoj tek përdorimi i kohës, për mua është themelor përdorimi i kohës, sepse 30-a për mua është pak, 30 vjetë. Në 30 vjetë, ikën si ikën. Shtoj edhe dyer, bëj 60. Ashtë. Fari Konica ka thënë një fjalit, më mirë të dalë të shes ple, se sa të mere me shqiptarët. Qofse e kam gabim, le të më korrigjojnë gjithë. Unë them, më mirë të meremi me fëmijët dhe të rinjt, se sa të humbim kohë me politikën. Ky është mesazhi im. Okej. Atëherë jam në përfundim. Mund ta mbështes vetëm një fjalë Erionin, se në gjithë të duhet t'jap. Këtë 50.000 firma e mbështes totalisht, sepse vi nga Zvicra ku 10 herë në vit votohet nga populli. Referendum për gjithçka. Jam totalisht dakord dhe kam mbështetë edhe vetë. Absolutisht, referendumi është. Pra, ne humbëm mundësinë. Do bëj një pyetje që lidhet me ty. Endri patjetër dhe pastaj Vehapi. Çfarë qëndrimi ka mbajtur Lulzim Basha për çështjen e Agon Channel, e Beketit? Se kuptoj çfarë qëndrimi ka mbajtur. Çfarë qëndrimi ka mbajtur? Dëgjoj. Patjetër, e ka dënuar. Ka folur se unë se kam dëgjuar? Absolutisht po. Ka dalë? E kam pasur dhe në studion time. Okej. Po, në lidhje me protesta e studentëve, sa i kam mbështetur PD-ja që të rrozonin Edi Rama? Po pse më pyet mua? E di pse pyes. Sepse në vend që PD-ja... E para një për Agonin, ke pyetur gjë, një sekond. Me që se pyete për Agonin, një sekond. Se kam ndjekur dhe më ka përshtypur që se kam ndjekur. Jo, një sekond. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e habishme që ti se pas e ndjekur Agonin. Kur ty të ka dalë një vendim, Shteti shqiptar, qeveria shqiptare, ka mbyllur për arsye politike. Edi Rama edhe Rënvelia, absolutisht. Një sekond. Pse nuk i ke kërkuar si shoqëri civile, se ti median e ke partner? Avokatit shtetit, qeverisë shqiptare. Avokati shtetit është Edi Rama. Pse nuk i ke kërkuar?
Si se kemi kërkuar? Po, ti ke shkërkuar, çfarë po ndodh? Është bërë sot, është dënuar nga një gjykat. Ka kërkuar Lulzim Basha, që ne paguajmë 650 milionë lekë në vit. Lulzim Basha nuk është, po të pyes ty. Unë di që ne kemi folur për këtë çështje. Lulzim Basha po, në këtë studio ka dënuar, do të nxjerr sinkronin, se kur ma bën personale si sfidë, Lulzim Basha po, se Lulzim Basha ka detyrim të bëj ato që i kam unë. E ka detyrim ta bëj. E ka sepse ne duam që ai t'i bëj opozit Edi Ramës. Edhe për çështje kaq sikletshme sa është. Tani, meqense më përmend Agonin, më shumë se sa opozita, se unë nuk pres nga politika të jetë miqësore me median. Nuk është në natyrën, jo, pres nga shoqëria civile, Endri. Dhe nga ty pari. Pikërisht. Ke folur ti për Agonin? Po, s'kemi folur ne për Agonin? Jo, pasi doli vendimi që shteti shqiptar duhet të paguajë shumë. Kemi denoncuar, çfarë propozojmë të bënim? Si për çfarë propozon të bëjmë? Të njëjtën gjë të bëjmë dhe pyetje çfarë do të bëjë opozita tani për sistemin. Pra, Endri, në qoftë se do bëj secili detyrën e vet në këtë vend, unë si media, ti si shoqëri civile, ai tjetri si opozit, në rast se bën etj, detyra jonë kryesore është flasim për drejtsinë e interesit publik. E nuk kemi folur ne. Më pyet e mua, a i ka mbrojtur Lulzim Basha Agonin, apo nuk e ka mbrojtur? Unë të them, ti interesin publik, në ditën kur qeveria që na drejton, është kryeministri i Përbashkët, është dënuar nga gjykatra ndërkombëtare arbitrazhit për vendim politik për mbyllje televizioni, dhe ajo shumë duhet i paguhet një investitori të huaj, kush e mban përgjegjësinë për këtë gjë? Dhe unë kam thënë në këtë studio, që Edi Rama duhet shesi shtëpinë e Surrelit edhe ta paguaj vetë. Këtë kam thënë. Këtë ka thënë dhe Lulzim Basha në studio. Unë di që kam thënë këtë. Edhe Lulzim Basha, se ma bëre si sfidë. Jo, nuk ta bëra si sfidë. S'ka fare Lulzim Basha. Ta bëra si, jo, sepse unë mbaj mend natë. Unë kam firmosur, një sekond, kam hyrë në çadrën e lirisë. Kam firmosur peticionin tënd. Kam firmosur dhe kur u themelua libra. Kur të tentosh herë tjetër ta bësh personale me mua dhe të ngërkosh llogari mua, se ç'bën lideri i opozitës, kujto vetëm për një gjë. Nuk jam marrë kur me politikë. Endri, nuk jam marrë kur me politikë. Endri, nuk jam marrë kur me politikë. As me tesër, dhe as janë tare partia. Tani, ne sonte ricikluam një debat të bërë javën e kaluar. Agoni nuk është i imi. Agoni është shqiptarë, është frekuencë publike, i takon 500 punëtorëve që kanë punuar. Ne sot humbëm mundësinë, ricikluam një debat të bërë javën e kaluar dhe në 2 javët e fundit, dhe humbëm mundësinë për të diskutuar se si opozita mundet të arëzojë Edi Ramën. Dhe pikrisht si do të mundet, sepse vetja mënyrë është që të mbledh 60, 70%, ndoshta 80% shqiptarëve që votojnë kundër dhe që ai të friksohet thjesht nga votat. Kur thonë që ta mbysim me pështym, më fal për shprehjen, pra në të njëjtën mënyrë të mbytet Edi Rama. Pra, si sot nuk diskutuam për këtë pikë, sepse normalisht opozita duhet të paraqesë një program, një ekip, duhet të bëj një reformë të atill që të bindë shqiptarët në atë shkallë sa Edi Rama të mos e shohin fare si alternativë, por si armik. Pas çka se jemi shqiptarë të tërë, por si armik të të ardhmes të tyre, jo armik për ta vrarë, por armik të të ardhmes, kërcënues, pengues të të ardhmes. Dhe për këtë ne nuk diskutuam pse, sepse duhet të ridiskutojmë edhe një herë që secili që ka meratje për të listat e hapura ose të mbyllura, të viti diskutojë edhe pasi është mbyllur ai çështje. Dhe shoqëri që dorën këto argumenta dhe u kuptua se kush ishte pro. Dhe një argument, pse qëndrimi im është personal dhe nuk është i rakorduar fare me PD-n. PD-ja është për listat hapura. Ka qenë që ditën një dhe më kanë thënë njerëz rreth PD-s, je kundër PD-s në këtë pikë, nuk më intereson fare. Ti je për majoritarin? Unë nuk më intereson sistemi, që lidhje ka majoritar, pa majoritar me banda, ka një vlerë, s'ka si aplikim. Dhe kam qenë kundër dhe pandemi, asaj strategjisë të menaxhimit të pandemisë, PD-ja ishte tjetër linjë. Pse duhet patjetër të jem unë përfaqësues i tyre nëse jam për kundër hapjes të debatit në momentin kur ka çështje shumë më të rënda, më të mëdha. Beat, jam në fund. Jam në limit. Atëherë, qëllimi i kësaj tryeze ishte për dëgjuar zërat, por mua jeni të gjithë zëra opozitar. Sido që të vi puna, i kam mbështetur në kohë të ndryshme zërat opozitar, aq më tepër gjatë 7 vjeçari, sepse kam dëshmuar vetë si person që kam provuar në kuris çfarë është shkelja e drejtave të njerëzit. Kështu unë ju falenderoj që ishit në studio me mua, Beapin. Flori, suksese me diaspora për Shqipërinë e Lirë. Endri me nisë në thuri e cila vazhdon, ne kemi vazhdimisht prezencën në studio të disa prej zërave më të rëndësishëm të nismës, Erion Kristo, që është, Erion Kristo në gjeni gjithmonë
në faqet e ti, sa faqe ke? Erion Kristo? Asnjëherë ai sa duan. Asnjëherë ai sa duan, por gjithmonë Erion Kristo tashmë është ndruar në institucion, siç themon. Mehmet Gencekos ka dhe ai qëndrimin e vet dhe në fund e lam për në fund fare, kemi kaluar kohën në ekstrem, po kështu është, dua ta mbyll lezetshëm dhe but, kam një element të një prej dinastive më të rëndësishme artistike, sepse në kohën që flasim janë duke vuajtur një kategori shumë e rëndësishme, ajo artistëve. Është shumë kohë e vështirë për ta. Megjithatë unë shpresoj që dinastia e tyre do të mbajë frymën gjallë të njerëzve për ndihmuar gjithë si shoqëri artistin në thelbin e tyre. Menjëherë pas hapësirës publicitare dhe Mehmet Gencekos. Mesazhi ishte i qartë. Po për dhunuat do ketë edhe më shumë njerëz që mblidhen e nuk kërkojnë asgjë. Shikoni se me çfarë individësh shoqërohet nëna e atij fëmijës. Na mbytën plerat. Listat e hapura, opozita. E kisha dhe një shok, por nuk e di ku shkoi. Laj, o gzim. Për të mirë informuar, duhet të lexosh burime të ndryshme. Political lives matter.